Thotë Allahu i Madhreshëm, fe idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Kur të përfundoj namazi, atëherë shpërndahuni nëpër tokë dhe kërkoni nga mirësitë e tij. Allahu po thotë se energjinë, imunitetin që ju e përfitoni gjatë kryerjes së namazeve në xhami, konkretisht në namazin e xumas, në ditën e xumas. Me njëherë pas përfundimit të këtij rituali madhështor, dilni dhe kërkoni për mirësive të Allahut Madhreshëm. Dilni dhe angazhohuni, dilni dhe punoni. Kjo është thirrje për të punuar, për të gjallëruar, për të aktivizuar. Është thirrje për ta fisnikruar veten tonë. Nëse Allahu nuk thret në diçka që është në dëm të njerëzit, nuk thret në diçka që nuk është e dobishme. Ajo që Zoti thret për të është më e mira e mundshme. Prandaj puna është prej gjërave më fisnike. Dhe kësaj ne i arrim begatitë dhe mirësitë e Allahut, të cilat i ka krijuar për ne. Por për të arritur tek këto duhet që të vetë angazhohemi. Për të siguruar mirësitë e jetës së kësaj bote, duhet që të kemi aktivitet personal. Duhet që të mundohemi vetvetiu në mënyrë që të arrijmë ato ashtu siç Allahu kërkon. Pastaj Allahu thot në Kur'an: "Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi an-nushur." Allahu është ai i cili tokën e bëri të përshtatshme për ju. Pra, e bëri të përshtatshme për ta punuar. E bëri të përshtatshme për të zhvilluar përmes saj. Që do të thotë se njeriu e ka për detyrë që këtë mirësi të tokës ta punoj, ta zhvilloj, në mënyrë që prej saj të gjallëroj. Gjithë ata që janë angazhuar duke e punuar tokën, duke përfituar prej saj, normalisht kanë arritur mirësi dhe furnizime nga më të ndryshmet. Ata që janë marrë me bujqësi dhe me blegtori, ata kanë qenë njerëzit më të pasur në kohrat e tyre. Tani puna është e shumëllojshme, është shumë dimensionale, por çfarëdo dimensioni që të përzgjedhin për të punuar, ne vetëm se ja kemi siguruar vetvetes një mirëqenie solide në jetën tonë. Pastaj bereqeti është në dorën e Allahut. Prandaj Allahu thotë: "Esni mbi sipërfaqen e saj, pra të tokës, punoni, kërkoni rrezikun, furnizimin, por furnizimin u jep vetëm Allahu. Furnizimin u ndan vetëm Allahu, e tek ai e kthemi, e keni tubimin të gjithë."